Vladimir Putin është një nga njerëzit më të pastër në të gjithë botën. Edhe pse pasuria e Vladimir Putin është shumë e vështirë për të gjurmuar, sërish shifrat e analizuara nga media ndërkombëtare flasin për një pasuri marramendse të presidentit rus, Vladimir Putin. Por si është situata e tij aktualisht në Rusi, që nga nisja e pushtimit të Ukrainës? Si udhëheqësit tjerë në përballë, njerëzit duan ta urrejnë Putinin dhe shpesh kritikojnë taktikat e tij të leadershipit. Në fakt, edhe në zgjedhjet që e kanë nxjerrë fitues, ishin polemizuar shumë për shkak të thashëthemeve në lidhje me kurdisjen e tyre. Përveç këtyre akuzave, kreu i Rusisë është kritikuar gjithsesi për shpenzimet jo serioze. Derisa ekonomia ruse po lufton për mbijetesë, shpenzimet e Putinit po rriten në mënyrë eksponenciale. Ai u lind në një familje të varfër, ndërsa pas shumë viteve u bashkua KGB-s si një spion, para se të vazhdonte karrierën e tij në politik, duke punuar në popularizimin e tij në politik. Putin u zgjodh president pas një dekade. Fitoria e Vladimir Putin është përcjell me polemika, veprima të dyshimta, si dhe sjellje imorale. Një orë e bukur është një nga lukset e shumta që shumica prej nesh nuk mund ta përballojmë dhe nuk duhet, sepse shumica prej nesh posedojmë telefona mobil që ne flasim dhe na tregojnë se sa është ora. Megjithatë, kur keni një grumbull të parave, orët janë gjëja e parë me të cilën mburreni. Vladimir Putin është pronari një prej orëve më të shtrenjta të gjithë kryetarëve tjerë të shteteve. Është raportuar se Barack Obama ka një orë që kushton në $200. Megjithatë, Vladimir Putin posedon një koleksion të tërë të orëve që kapin vlerën gati prej 3/4 milionit. Ndërkaq, ora më e shtrenjtë në koleksionin e Vladimir Putin është ajo Lands and Son, që është imbuluar me gjam të kristal të ari dhe që besohet se ka vlerën e $500,000. Me sa duket, kjo orë vlen plot 5 vite të pagës së Putinit. Shumica prej nesh do të ishim të lumtur po të kishim një jetë privat në jetën tonë. Por Vladimir Putinin nuk është e mjaftueshme. Udhëheci i Rusisë ka një flotë prej 4 jateve të vendosura në mënyrë strategjike në vendin e tij në rast se dëshiron të organizojë një festë në ujë ose dëshiron të pushojë përgjatë Bregdetit dhe të shoh se si po sillen njerëzit në Rusi. Me sa duket, njëri nga jatet e Putin e ka fituar si dhuratë nga njëri prej njerëzve më të pastër në Rusi, por mund të paramendohet se çfarë shërbimi ka kryer Putin që ja ka dhëruar këtë jatë. Jati më i madh i tij është i gjatë me 175 metra dhe kushton rreth $37 milion. Ky mega jat ka një interier të dekoruar për mrekulli dhe podrum të verës plot me verërat më të mira. Vladimir Putin ka pasur gjithmonë pasion të zjarr për veturat. Flitet se vetura e Putin e parë ishte një dhuratë nga nëna e tij, që fitoi latërinë kur ai ishte në vitin e 3 të universitetit. Pasi ishte rritur pa kurfar mjeti të transportit, Vladimir Putin këtë gjë kishte kompenzuar kur erdhi në pushtet si njeriu më i fuqishëm në Rusi. Sa vetura i posedon Putin? Lista më e fundit flet për rreth 700 vetura, që janë 699, më shumë se sa i nevojitet një njeriu. Putin e ka në dispozicion edhe një Formula 1, por thuhet se të preferuaret e tij janë makinat e prodhuara në Rusi. Por duke pasur parasysh se Rusia nuk ka histori të gjatë të prodhimit të veturave luksoze, supozohet se deklarata e tij ishte vetëm sa për të tingëlluar si një patriot i madh. Vetura më e shtrenjtë në garazhin e Vladimir Putin peshon plot 3.5 ton dhe është një limuzinë luksoze, e cila i ka gjitha tiparat e sigurisë dhe është e pamundur të hidhet në ajër, madje edhe me një raketë.
Në raste të ralla, edhe një person i zakonshëm mund të përballojë një fluturim privat, zakonisht kur shkon në muajin e mjaltit ose kur e shfrytëzon bonusin e fituar nga puna e madhe. Megjithatë, fluturimet private janë të përditshme për Vladimir Putinin, pavarësisht faktit se aeroplani kryesor i takon presidentës. Kjo gjë nuk e ka kënaqur edhe atë shumë Putinin. Në fakt, Putin preferon të ketë në dispozicion aeroplane të gjitha masive, saqë i bie ndërmend për ta. Në total, Vladimir Putin posedon 43 aeroplan, vlera e totale të cilëve kap shumën në rreth $1 miliard. Por opinioni ende nuk e ka të qartë sepse aeroplani presidencial nuk është i mjaftueshëm për të, duke pasur parasysh brendësinë e tij të larë në arë dhe të dizajnuar nga më të mirët me të vetmin qëllim që t'i plotësojnë dëshirat Vladimir Putinit. Pa marrë parasysh, Vladimir Putin shpenzon shumë të majme të hollave në çka do dhe kur do. Tashmë kemi përmendur flotën e tij ekstravagante, por tipare kryesor në njërin prej tyre është tualeti në vlerë prej $75,000. Edhe pse nuk e dim saktë se çfarë bën këtë tualet kaq të shtrenjtë, për ato para do të ishte më së miri të lëshoj muzikë, të bëj masazh dhe të lustroj kapucët. Tualeti ndoshta paraqet më së miri shprehinë e besueshme të shpenzimeve të panevojshme të Vladimir Putin, dhe atë sepse është në zjarr të kritikave nga gjithë këtyre viteve. Ai thjesht ka hedhur parat në tualet. Këtu paksa i falet, sepse Rusia është një vend i madh dhe personi përgjegjës për atë duhet të ketë shumë shtëpi për të qëndruar në mënyrë që të udhëtojë lirshëm në përgjithë vendin. Megjithatë, kur ndërtohen 20 pallate masive në gjithë vendin që kushtojnë miliarda dollar, kjo çështje bëhet problem. Sidomos nëse ekonomia e atij vendi po pason kolaps. Vladimir Putin jo vetëm që i ka 20 pallate në Rusi, ai ka 20 pallate që janë shumë më të mëdha dhe më luksoze se banesat për të cilat ndërrojnë të tjerët të pensionohen ato. Gjitha shtëpit janë të shkëlqyera dhe përfshin vetëm luks që nuk mund të paramendohet. Ky projekt është mbajtur si sekret i madh dhe mediat kanë qenë të bllokuara të hyjnë në zonën e ndërtimit. Kur kritikohen si Vladimir Putin, njerëzit dëshirojnë të dinë më shumë rreth pallateve tuaja.